Sal me mu. Publik I gjerë. Edhe sigurisht edhe dëgjuesit. Mam telefonatën tjetër, alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? O, mamushi pe Amerike. Përshëndetje dashur mamush, çka të kujton pranvera e dashur? Pranvera më kujton të kur ishëm matri, pa u martu, Po? filloj shumë me bo kopshtin, Po? filloj shumë I pregadit kopshtin me lule, Po? edhe e pregadit shumë lule, me shumë lule, e që kjo më kujton, se tash nuk po mundë me mirë, dhe që atë ko më kujton shumë, dhe sarë që vjen pranvera më kujtohet qysh me motren, me nanën, e kemi punu dhe kemi rregullu kopshtin shumë mirë. Atë merë malja, a kështë pas qef prap me përjetu ato? Valla boll kisha pas qef shumë, kisha pas qef po jeta që shtu e ko. Aja u konë një ndjenje shumë e mirë dhe gjithmonë e kujtoj sarë që vjen pranvera më kujtohet. Qyshka, e kemi pas një obër shumë e lule. U konë te për diçka kemi pas lule. Tana llojet e luleve ne kemi pas në obër. Ma ke dosh kur jemi ullë në Balkan, e kemi pi një qaj atë. Era lule, tërli lule shumë. Shumë kemi pas në qef në lule. Familjarisht. Po. E kam edhe pyetjen tjetër, Po zemrushe? se cila është mënyra më e mirë për me jetu? Qysh thes ku Cila është mënyra më e mirë për me jetu e dashur? mënyra me jetu është mirë, me konë mirë, me pos jetën e lumtur në familje. E di që po ki qef qështu vetëm me bashkëshort e krejt, po tregoma në bashkallak, a vetëm me burrin, apo vetëm me familjen e ngushtë, apo qift, apo vetëm? E me tregue, unë kur I martuoj zemrushe, veç vjerën e kum pas. Vetëm vjerën. Vetëm vjerën, edhe vetëm me vjerën e kum pas. Po unë kum pas një vjerë që nuk di që ko ekziston vjerë me mirë se vjera jam. E kemi kalu zemrushe shumë mirë. Ka qenë një grue shumë një grue mirë. Edhe kur kom shku në punë, mi ka këqyrë mim, e kom dasht, e kom respektu, bashkë të kur nonën tem, edhe aja muhe, ka desht shumë. Jemi konë shumë, të dyjat jemi konë shumë të miran. Unë për tjerën, aja për mu. Pëste mas pori, do të me mendu për thmiun tem, për vajzën tonë. Qysh ty duke ty, mus me ta desht vajzën dikosh, vjera. Po. Mire dashur mamush, faleminderit. Zemrushet përshëndesem këto me familje. Edhe ne gjithë juve, gjithë familjen, faleminderit që qëndroni me Dhjetëshën fantastik, ju përshëndes tu nga studia Dhjetëshët.